Pas një momenti shumë emocional në shtëpinë e Big Brother VIP Albania, Selina u bë qendra e vëmendjes pas një reagimi të fortë ndaj Mirit. Gjithçka nisi pasi ajo lexoi një letër të ardhur nga babai i saj, e cila e preku thellë emocionalisht dhe duket se ndryshoi plotësisht qëndrimin e saj ndaj Mirit. Gjatë momentit kur Selina lexoi letrën para banorëve, ajo u emocionua shumë, duke treguar se fjalët e babait kishin një ndikim të madh tek ajo. Në letër, babai i saj i shprehte mbështetjen dhe dashurinë, por njëkohësisht i jepte edhe këshilla për mënyrën se si duhej të sillej brenda shtëpisë dhe me personat që e rrethonin. Pas leximit të letrës, Selinës ju shfaq edhe një video ku babai i saj fliste nga jashtë për situatat në shtëpi. Në këtë video, ai shprehej qartë se nuk i pëlqente sjellja e Mirit dhe e përshkruante atë si një person me qëllime të këqija, madje duke e quajtur pervers. Këto fjalë duket se e tronditën Selinën dhe ndikuan menjëherë në mënyrën si ajo e pa situatën. Menjëherë pas këtij momenti, Selina ndryshoi qëndrim ndaj Mirit dhe filloi ta kritikojë hapur. Ajo u shpreh se tani i kuptonte disa situata ndryshe dhe se kishte reflektuar mbi marrëdhënien që kishte pasur me të brenda shtëpisë. Me tone të forta, ajo deklaroi se sjellja e Mirit nuk ishte normale dhe se sipas saj ai kishte treguar një anë që nuk i pëlqente as pak. Selina u shpreh e revoltuar duke thënë se ndjehej zgënjur, sidomos duke pasur parasysh se kishte kaluar shumë kohë pranë tij dhe e kishte konsideruar një person të afërt brenda shtëpisë. Ajo theksoi se nuk e kishte pritur kurrë që situata të arrinte deri në këtë pikë dhe se ndjehej e tradhtuar nga sjellja e tij. Ajo madje e quajti Mirin pervers, duke përsëritur fjalët e babait të saj dhe duke thënë se tani i shihte disa veprime të tij me një sy tjetër. Sipas Selinës, kishte pasur momente që më parë nuk i kishte marrë seriozisht, por tani mendonte se ato kishin kuptim tjetër. Ky reagim i saj i habiti shumë banorët e tjerë, pasi deri në atë moment Selina dhe Miri kishin kaluar shumë kohë bashkë, duke biseduar, duke qëndruar pranë njëri tjetrit dhe duke treguar një raport të afërt. Ndryshimi i menjëhershëm i sjelljes së saj krijoi tension në shtëpi dhe shkaktoi diskutime mes banorëve. Disa prej tyre menduan se Selina po ndikohej shumë nga opinionet e jashtme dhe nga fjalët e familjarëve, ndërsa të tjerë besonin se ajo thjesht kishte kuptuar disa gjëra që më parë nuk i kishte vënë re. Atmosfera në shtëpi u tensionua edhe më shumë, pasi Miri u përball me akuzat e saj dhe situata u bë shumë e ndjeshme. Selina vazhdoi të shprehte pakënaqësinë e saj, duke thënë se nuk dëshironte më të kishte të njëjtën afërsi me të dhe se do të mbante distancë. Ajo theksoi se për të është shumë e rëndësishme mënyra se si perceptohet nga familja dhe publiku jashtë dhe se nuk dëshiron të lidhet me sjellje që mund ta dëmtojnë imazhin e saj. Nga ana tjetër, situata mes tyre u bë gjithnjë më e ftohtë, ndërsa banorët e tjerë ndiqnin me vëmendje zhvillimin. Shumë prej tyre komentuan se reagimi i Selinës ishte shumë i fortë dhe se ndryshimi i menjëhershëm i qëndrimit të saj mund të ndikojë në dinamikat e shtëpisë. Ky moment ka krijuar shumë debat edhe mes fansave të spektaklit, të cilët po diskutojnë nëse reagimi i Selinës ishte i justifikuar apo i nxituar. Disa e mbështesin vendimin e saj për të dëgjuar këshillat e familjes, ndërsa të tjerë mendojnë se ajo po reagon emocionalisht dhe pa analizuar plotësisht situatën. Ndërkohë, marrëdhënia me Selinës dhe Mirit duket se ka marrë një kthes të fortë, duke kaluar nga afërsia në përplasje të hapur. Ndetet për të parë nëse situata mes tyre do të përkeqësohet edhe më shumë apo nëse do të ketë një sqarim në ditët në vijim, ndërsa tensionet në shtëpi vazhdojnë të rriten dhe loja bëhet gjithnjë më intensive.